Në episodin e sotëm të serialit Qyteti i Largët, Nare përjeton momentin më të dhimbshëm të jetës së saj. Infermierja i thot se është normale të ndihet e lodhur pas abortit dhe në atë çast ajo kupton se ka humbur fëmijën e saj. E tronditur, Nare pyet Sadakatin dhe Shahinin se çfarë ka ndodhur. Shahini tregon të vërtetën dhe pranon se ka falsifikuar firmën pa lejen e saj. E shkatëruar nga dhimbja, Nare del në korridor dhe përballet me Jalçin, duke i thënë me slotësh si ma morët fëmijën, kur unë nuk kam firmosur asgjë. Një skenë shumë emocionuese që tregon dhimbjen e madhe të Nares dhe që pritet të ndryshojë gjithçka në vazhdim të serialit. Ndërsa në skenën tjetër, Xhian përballet me Boranin dhe Xhmelin, duke kërkuar me ngulm të di se ku ndodhet Alia dhe Denizi. Borani thot se nuk di asgjë dhe fajson Xhianin, duke i thënë se nuk ka ditur t'i mbrojë. Ai shton se nëse Alia dhe Denizi do të ishin me të, do t'i kishte mbrojtur me jetën e tij. I zemëruar, Xhiani largohet duke i paralajmëruar Boranin dhe Xhmelin se nëse kanë lidhje me rrëmbimin, do të përballen me pasoja të rënda. Pas largimit të tij, Xhmel pyet Boranin se çfarë po ndodh. Borani tregon se bullgarët kanë rrëmbyer Alien dhe Denizin dhe se i duen urgjentisht shumë para për t'i shpëtuar. Megjithatë, Xhmel refuzon ta ndihmojë. Ai i kujton Boranit se ka luajtur me besimin e tij dhe nuk e ka pranuar si baba, vetëm sa e ka mashtruar. Kjo përballje tensionuar tregon se Borani tashmë ka mbetur i vetëm në një nga momentet më të vështira të jetës së tij. Alia ndodhet në një situatë shumë të vështirë, ajo u lutet rrëmbyesve që t'i sjellin pak ujë dhe pak ushqim për Denizin, por ata refuzojnë. I vogli Denizi përpiqet ta qetësojë Alien, duke i thënë se do të durojë derisa të vi babai i tij. Ndërkohë, Xhani njoftohet nga Erol se ka kontrolluar të gjitha fluturimet dhe se askush me emrin Engin nuk ka udhëtuar. Xhan kërkon që ai të gjendet me çdo kusht. Nga ana tjetër, Sadakat e telefonon Xhanin për të njoftuar se gjendja e Nares është përkeqësuar. Pas këtij lajmi shqetësues, Xhani kërkon Kajës që të kthehen menjëherë në shtëpi. Pas kthimit në konak, Shahini lutet Nares ta kuptojë dhe të besojë se nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të ndërprisnin shtatzanin për t'i shpëtuar jetën. Por Nare, e lënduar dhe e zemëruar, refuzon ta dëgjojë dhe largohet. Sadakati kërkon Shahinit t'i jap kohë, duke i kujtuar se Nare po kalon një dhimbje të madhe. Shahin pranon se edhe ai po vuan, por nuk dëshiron të largohet nga konaku pa marrë Naren me vete. Edhe Fidan përpiqet ta bindë që ta lërë Naren të vendos vetë. Nga ana tjetër, Xhian e përgëzon Shahinin për vendimin që mori për t'i shpëtuar jetën Nares dhe i kërkon të shkojë në shtëpi, duke i premtuar se ai vetë do përpiqet ta bindë të motrën. E mbyllur në dhomë, Nare nuk i përgjigjet thirrjeve të Sadakatit. Vetëm kur dëgjon zërin e Xhianit, ajo hap derën dhe përqafon Xhianin dhe Kajën. Me slotësh, Nare thot se nëse do t'i ishte Alia, ajo nuk do ta lejonte kurrë një gjë të tillë. Por Xhiani e siguron se dhe Alia nuk do të bënte asgjë që do të rrezikonte jetën e saj. Në fund, Xhiani kërkon Nares ta falë Shahinin, por ajo nuk është ende gati për këtë hap. Ndërsa në këtë skenë, Boran telefonon Sadakatin dhe i kërkon një shumë të madhe parash. Fillimisht, ai pretendon se këto para i takojnë si pjesë të drejtave të tij mbi pasurinë e familjes Albora. Sadakat e kritikon ashpër, duke i thënë se edhe në një moment kaq të rënd, kur Alia dhe Denisi janë rrëmbyer, ai mendon vetëm për para. I vën nën presion, Borani pranon të vërtetën dhe tregon se i ka humbur parat në Bixhos. Sadakat dyshon se Borani mund të ketë lidhje me rrëmbimin e Alis dhe Denizit dhe i thot se do të informojë Xhianin për t'i gjetur parat që kërkon. Por Boran e kërcënon, duke i thënë se nuk duhet t'i tregojë asgjë Xhianit, përndryshe, ai paralajmëron se do ta turpërojë para të gjithëve. Një bisedë e tensionuar që shton edhe më shumë dyshimet. Në këtë skenë të fundit të episodit të serialit Qyteti i Largët, Alia përpiqet të qëndrojë fort para Denizit. Duke parë se djali i saj ka uri, ajo shpik një lojë ku imagjinojnë sikur po han ushqim. Denizi luan me nenën e tij, ndërsa Alia, larg syve të tij, ndjen dhimbje të madhe sepse nuk mund t'i jap asgjë për të ngrënë. Ndërkohë, Xhian arrin të kap Enginin dhe e detyron të tregojë të vërtetën.
Engin shpjegon se edhe ai është kërcënuar nga rrëmbyesit. Gian e detyron të bashkëpunojë për t'u ngritur një kurth. Të nesërmen, plani vihet në zbatim. Rrëmbyesit marrin Enginin dhe Giani ndjek nga pas. Pas një përplasje me armë, rrëmbyesit përpiqen të largohen me Alien dhe Denizin. Në momentin më kritik, Giani u pret rrugën, por rrëmbyesit e kërcënojnë me jetën e Alies. Për të shpëtuar, Alia arrin të çlirohet dhe hidhet nga një shkem në lumë. Gian panikoset dhe hidhet menjëherë pas saj. Pas një përpjekje dramatike, ai arrin të nxjerrë Alien nga uji shëndoshe mirë. Një skenë emocionuese dhe heroike që tregon edhe një herë se Giani është i gatshëm të rrezikojë gjithçka vetëm për Alian. Kështu mbyllet dhe kjo video e sotme, e mbushur me dhimbje, sakrifica dhe momente që të mbajnë pa frymë. Nga vuajtja e Nares, te rrëmbimi i Alies dhe Denizit, e deri tek akti heroik i Gianit që hidhet në lumë për të shpëtuar Alien. Ky episod tregoi edhe një herë forcën e dashurisë dhe të familjes. Çfarë mendoni ju për veprimet e Gianit? A do të falë Nare Shahinin? Dhe si do të ndikojë kjo ngjarje në marrëdhënien mes Gianit dhe Alies? Shkruani mendimin tuaj në komente, bëni like videos dhe mos harroni të abonoheni në kanal për shumë analiza dhe përmbledhje të episodeve më të fundit të serialit Qyteti i Largët.